Dhe shkon vendlindjen tuaj, Vladimir, ngrit e flamurin Kuqezi. Pas aty nuk shkon. Dhe nuk i thuhet Vladimir, sa shto i thonë malazesht, po i thonë Katërkollë. E unë nuk jam prej Katërkollës, unë kam lind në Prishtinë. E të Katërkollës nuk e kam as babën. Faleminderit. Kjo logjika e flamurit në vendlindje është mendësi e baraktarizmit, e feudalizmit, është mendësi shumë e lashtë, e cila s'ka të bëjë me shtetin modern edhe me kombin si formacion socio-historik modern. Edhe njerë për përsëris, unë kam lind në Prishtinë, vendlindja ime është Prishtina. Nënën e kam për një fshatit Gollaku që është në komunë Prishtinës, babën e kam për një fshatit anës së Malit që është komuna Ulqinit, po ky fshat nuk është Katërkolla, të cilën kryeministri po e quhen si malazesht Vladimiri. Mëtej, unë po e shoh që kryeministri që në kam bu shumë kundër meje. Zëvendësi ti më ka ftuar në takim, unë i thash po, në debat televiziv, eja aty edhe shprallohesh, sepse pas ke shumë gjëra të pathëna. Pra, i frustruar jeni ju, jo unë. Ju kontrolloni disa televizione dhe disa moderatorë, caktojnë cilin do prej tyre, kur doni mund bëjmë debat, mos pa marrim kohën deputetëve me këto gjëra. Dhe sfundi, nuk është me rëndësi të mos dorëzohesh fizikisht, po mentalisht, intelektualisht dhe emocionalisht. Jo vetëm deklarimi im para gazetarëve në burg, por edhe në gjyq, edhe i liburrit në gjyq, edhe në gjyqin në Mik, edhe në gjyqin e Uleks, nuk e kemi dorëzuar mendjen asnjëherë. Ndërka që ju e keni shpëtuar veten fizikisht, keni shkuar në Zvicër, por mendjen e keni dorëzuar, keni bërë pakt me djallin, e ne pakt me djallin s'bëjmë kurrë.